Unë mendoj se vetë fakti se kanë përdorur Sky, do të thotë këtë formë të internetin, se policia nuk mund të zbulojë ose të bëjë drejtë konfirmimi i kryesisë të veprave penale të tilla, bën që ky rrjet vazhdimisht është përhapur edhe në Ballkan, edhe më gjerë, dhe forma e tërësishme e luftës, sidomos në shtetet perëndimore, në shtetet që kanë një përvojë të madhe luftimin e krimit, është të gjenden, do të thotë, bosat ose kryesit kryesor të asaj vepre që shpërndajnë. Për shembull, kemi raste që një vit, do të thotë, paraprakisht hetuhen, gjurmuhen, bëhen skenaret e tjera, mas një viti merret aksioni policor. Për shembull, kemi pas rast Stuttgart, tërë Stuttgarti ton ditën është bloku pas një viti dhe janë arrestu edhe bosat kryesor të drogës, po edhe persona tjerë, sikur një listë që i ka degët, dhe degët janë ata të cilët në mënyrë persona dilerë të drogës me sasi të vogël. Në mesin e të shqiptarë normalisht. Po në mesit do të thotë trungu, ku të arrestohet trungu, vinë edhe gjethet, edhe degët, edhe gjitha, prandaj duhet përcillet vazhdimisht. Nuk është interesant për ditë mujë me pas aksionet tilla të dilerëve të drogës, me pakicë ose persona të tjerë. Është mirë se dikon preventivisht, po më rëndësi është përcillen bosat e drogës, ata të cilët shpërndajnë drogën, që në mënyrë të sjellë në vëmendje, Morina, disa pra prej këtyre detajeve për publikun, me qenë se po flasim, të cilat janë zhvilluar pra hetimi, është disa mujor, bazuar në njoftimin të cilin ka bërë prokuria speciale, është një për operacione më të mëdha që është realizuar në aspektin antidrogës, është koduar qielli i thyer, është katruar grupi i krimit organizuar pra në trafikim të narkotikëve, janë pastis 47 lokacione, aksione zhvilluar pra në Prishtinë, Prizren, Pej dhe Gjilan, janë arrestuar 22 persona dhe kanë marrë pjesë dikon rreth 600 zyrtarë të policisë të Kosovës. A flet kjo për seriozitetin e hetimit në këtë rast dhe a janë pra në nivel të duhur autoritetet e Kosovës, ligjzbatuese për të dërguar prapa drejtësisë, për të nxjerrë para drejtësisë edhe këto grupe që në këtë shikim të parë pra duken të sofistikuara. Po, unë mendoj se me vetë faktin e angazhimeve të 600 pjesëtarë të policisë, po edhe të angazhimeve të shteteve jashtë të Kosovës, Belgjikës, Holandës, pastaj informatave nëpërmes Interpolit, zyrës ndërlidhëse që ekziston në policinë e Kosovës, tregon se është punu në mënyrë sistematike, në mënyrë që të shkatërrohet një grup i tërësishëm, jo me karakter kombëtar, po edhe ndërkombëtar, do thotë ta thamë se në këtë grup do thotë janë përfshirë e persona të tjerë, të cilët në një mënyrë ose tjetër kanë kontribuar në lidhje së vazhdueshme. Dhe unë mendoj se drejtoria kundër drogës edhe krimeve kibernetike është në nivelin e duhur, por nuk do të thotë se ajo nuk duhet të profesionalizohet vazhdimisht, këtë teknikë, teknologji më moderne, bashkëpunoj me shtetet në aspektin bilateral, nëse nuk mundet do të thotë në aspektin e tërësishëm, pasi nuk jenë pjesë e Europolit, atëherë nëpërmes zyrës ndërlidhëse të bashkëpunohet me shtetet e tilla dhe të kemi informata të vazhdueshme, për arsye se shpeshherë droga nëpërmes Kosovës paraqitet si tranzit, por shpeshherë ndalet dhe shpërndahet. Edhe shpërndahet. Prandaj duhet të përcillen rrugët e tilla të drogës në bashkëpunim edhe me Europolin, po edhe me shtetet tjera të cilët në një mënyrë ose tjetër janë në një mënyrë ose tjetër në rrezik. Kur jemi te kjo ndjesë ndërmjet pra edhe në njoftimin e prokurisë thuhet se operacioni i koduar qielli i thyer u mbështet nga një shkëmbim efektiv i të dhënave me autoritetet e Belgjikës, Francës, Holandës dhe Europolit, i cili ka siguruar koordinim ndërkombëtar policor dhe sa u drejtua nga prokurori e prokurisë speciale, pra i cili ishte i pranishëm gjatë realizimit të urdhër kontrollit.